por nuk I lën rahat me gjuhën në saj fqinjet. Pra qoftë nëpërmjet përgojimit, qoftë nëpërmjet ruinazot shpifjes, qoftë nëpërmjet gjuhës që është e rëndë, domethënë shan ofendon. Të mos edukuarit e gjuhës me traditën dhe etikën fetare është ajo çfarë shkakton pasoja fatale. Gjuha, të nderuarit e mi, gjuha bën një veprim që quhet ndryshe përgojimi, për cilin profeti alayhi salatu wassalam normalisht është tek gjunahet e mëdha, por përgojimi thot I djeg të mirat të cilat I ka vepruar njeriu ashtu sikur se zjarri I djeg drut. Gjuha nëpërmjet përgojimit, që është smundja më e përhapur në të gjitha shoqëritë, është një ndër gjunahet që o Zot na largo prej tij, po është një ndër gjunahet që të gjithë bëhemi pjesë e tij me hir apo pa hir, por më problemi është që na është bërë shumë normale ky lloj gjunahu. Pra është një ndër problemet më të mëdha, ndër smundjet më të mëdha, ndër fatalitetet më të mëdha me të cilat përballet njeriu dhe sërish domethënë ka përfunduar deri në atë pikë sa njeriu nuk e ndjen. Aisha radhiyallahu anha përmend shembullin e dy femrave, ku njëra nuk shuhej për adhurim të madh, mirë po I respektonte të tjerët, fqinjet e saj, ndërsa tjetra është fetare për nga praktika, është fetare për nga cila praktika e adhurimit deri aty, mirë po, nuk është fetare me njerëzit, pra si ta kuptojmë këtë? Kjo është diferenca midis të qenit fetar me Allahun dhe të qenit fetar me njerëzit. Këto janë dy gjëra, nuk janë të ndryshme, ç'është e vërteta. Vërtetojnë dhe plotësojnë, kompletojnë njëra tjetrën. Të jesh fetar me Allahun, adhurues ndaj Zotit, është një domosdoshmëri, një nevojë e shpirtit. Dhe të jesh fetar me njerëzit është një domosdoshmëri e vërtetimit të kujt, të këtij fakti, që je fetar me Allahun, je besimtar me Allahun. Pra nuk mundesh të jesh tani ti besimtar me Allahun, ndërkohë që me njerëzit ti nuk je besimtar. Me njerëzit thon po, është e vërtetë që I fal 5 kohë të namazit dhe kështu, po vetëm aty, pra është I mirë për në xhami, është I mirë për tjerat, mos u merr më me to. Ka turp më të madh dhe I përmend pra Aisha se një rast I dytë është pikërisht një grua fetare, por që tu dhijiraneha bilisaniha, por nuk I lën rahat me gjuhën në saj fqinjet. Pra qoftë nëpërmjet përgojimit, qoftë nëpërmjet ruinazot shpifjes, qoftë nëpërmjet gjuhës që është e rëndë, domethënë shan ofendon, e ku ta diun gjërat kësaj natyre. Profeti alayhi salatu wasalam thotë, ajo është tek dëshmia e njerëzve. Pra që tregon që feja me Allahun, besimi me Allahun lidhet ngushtë me besimin tek njerëzit.